Losartan bën pjesë në grupin e barnave të quajtura antagonist të receptorëve të angiotenzimes 2 dhe përdoret për mjekimin e hipertensionit arterial apo siç rëndom e quajmë në Shqipëri tensioni i rritur i gjakut. Angiotenzina 2 është një substancë që përllohet nga trupi jonë në përgjigje të disa rrethanave të caktuara. Pikërisht këtu vepron losartan. Pengon lidhjen e angiotenzinës 2 me këto receptor dhe si pasojë enet e gjakut lëshohen, relaksohen dhe me uljen e rezistencës që këto i bëjnë gjakut gjatë kalimit në to, tensioni bie. Përveç efektit uljes të tensionit, losartan ka dhe një efekt tjetër të mrekullueshëm. Ai ngadalson dëmtimin apo përkeqësimin e funksionit të veshkave. Veçanërisht kjo e rëndësishme në pacientët me presion të rritur gjakut dhe tek pacientët me diabet të tipit 2. Losartan me anë të efektit uljes të tensionit ul edhe presionin me cilin gjaku shkon në veshka, i cili, kur është i rritur, është shkaktari kryesor i dëmtimit të njësive të vogla të veshkave të quajtura glomerula. Pikërisht në këto njësi kryhet funksioni kryesor i veshkave që është filtrimi i gjakut. Përveç kësaj, losartan ul edhe protein urin, që është tretja apo largimi i proteinave nëpërmjet urinës. Losartan përdoret kryesisht për trajtimin e hipertensionit arterial. Për këtë qëllim, losartan mund të përdoret në të rriturit, të rinjt dhe fëmijët 6 deri në 18 vjeç kur vuajnë nga sëmundje e tillë. Losartan fillon të veprojë mbas një ore nga administrimi i tij, ndërsa për të arritur efektin e plotë të tij nevojiten 3 deri në 6 javë. Losartan është emri i përbashkët ndërkombëtar i këtij bari, me cilin njihet në gjithë botën. Ndërsa si emra tregtar mund të përmendim Lorista ose Kozar. Losartan është patentuar në vitin 1986 dhe aprovuar për përdorim mjekësor në vitin 1995 fillimisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Bën pjesë në listën e barnave esenciale të Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Ky ishte një informacion i shkurtër apo si quhet ndryshe shorts. Për të marrë informacion më tepër rreth barit losartan, hyni në Google apo në YouTube dhe kërkoni semafori i barnave apo e kuqe për losartan, apo e verdhë për losartan, apo jeshile për losartan, ku fjalët shkruhen bashkë dhe pa ndarje dhe ju kështu do të hyni në kanalin Semafori i Barnave, një kanal dedikuar edukimit mjekësor për barnat dhe do të merrni gjithë informacionin që nevojitet për këtë bar dhe për barnat e tjera. Faleminderit.